Qeveria po përgatit terrenin për pranimin e të ashtu quajturit propozim francez dhe tashmë ekzistojnë sinjale për një marrëveshje në këtë drejtim, deklaroi Andrej Zhernovski nga LSDM. Partia opozitare pretendon se ka informacione se qeveria ka arritur marrëveshje për mënyrën se si do të zhvillohet procesi, dhe kjo është në përputhje me atë që ministri i punëve të jashtme Timço Mucunski e ka konfirmuar për ekzistencën e një marrëveshjeje të fshehtë për zhbllokimin e rrugës evropiane të vendit. Се подготвува терен за прифаќање на францускиот предлог. Наши информации од Брисел зборуваат дека владата на Мицкоски тоа веќе го договорила. И тоа се јасни сигнали кои што пристигнале и од Брисел, и од Берлин, и од Париз. Исцрпени се буквално сите обиди и лаги кои што претходно се обидуваа луѓето од владата да ни ги продадат, се сеќавате, се започна со nekakvo odloženo действие. Përgënjeshtrimi menjëhershëm erdhi nga Ministria e Punëve të Jashtme, nga ku këto deklarata i cilësuan si përpjekje për krijimin e histerisë dhe përhapjen e dezinformatave. Edhe pse në intervistën e dhënë 2 ditë më parë, shefi i diplomacisë Mucunski konfirmoi se ka negociata të fshehta. Tani nga MPJ thonë se kjo nuk është e vërtetë. Pretendimet për ekzistencën e një marrëveshje të fshehtë ose marrëveshjeve të fshehta janë vetëm një tjetër nga vargu i trillimeve që LSDM-ja jep opinionit. Fakti është se institucionet rregullisht komunikojnë me vendet anëtare të Bashkimit Evropian, me institucionet evropiane, me Bullgarinë dhe me partnerët e tjerë ndërkombëtar. Këto bisedime zhvillohen në mënyrë transparente, ndërsa qëndrimi i qeverisë është i qartë dhe është konfirmuar publikisht disa herë. Nuk ka lëshime nga interesat kombëtar, identiteti, gjuha dhe historia. Se po zhvillohen bisedime nën radar për një zgjidhje dhe për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian, së fundmi e konfirmoi edhe ambasadori evropian Michalis Rokas.